Pamjet që po shihni në ekran i përkasin segmentit rrugor që nis nga kryqëzimi pranë klubit të shoferit dhe të çon drejt Bashkisë Divjak. Në vend të një rruge model që të mirëpret, qytetarët dhe vizitorët përballen me një pamje shqetësuese, mbeturina plastike, bidon dhe ndotje anash rrugës, ndërsa kanalet ujitse janë mbuluar plotësisht nga kallama të egër që nuk janë pastruar prej vitesh. Kjo situatë nuk është e panjohur për banorët, të cilët shpesh raportojnë përmes mesazheve në redaksinë e televizionit Apollon, duke ngritur zërin për gjendjen alarmante të pastërtisë në këtë zonë urbane. Kjo rrugë, që duhet të ishte një hyrje dinjitoze drejt institucioneve lokale, po shndrohet në një shembull të mungesës së vëmendjes nga ana e strukturave përkatëse. Drejtuesit e qendrës administrative Gradisht, si dhe ata të pastrimit dhe gjelbërimit pranë Bashkisë Divjak, duket se nuk e kanë prioritet pastrimin e kësaj zone, ndërkohë që problemet thellohen çdo ditë. Kamera e televizionit Apollon ka qenë në terren për të sjellë këtë realitet që nuk mund të fshihet, një qytet nuk bëhet europian me fjalë, por me veprime konkrete. Ndërsa festat afrojnë, drejtuesit institucional vazhdojnë të rinë në karrige, duke lënë qytetarët të përballen me një mjedis të ndotur dhe rrugë që nuk përfaqësojnë as pak imazhin që Divjaka meriton.